Mëngjesin e së enjtes, Policia e Kosovës në bashkëpunim me Prokurorinë Themelore në Prishtinë ka zhvilluar një aksion në Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës. Sipas zyrës për informim të policisë, aksioni është kryer me autorizim të prokurorisë kompetente dhe kishte për qëllim hetimin e disa personave mbi dyshimet për keqpërdorim të detyrës zyrtare. Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Prishtinë, Zejnullah Gashi, për rastin në Ministrinë të Infrastrukturës, ka bërë të ditur se nuk është ndaluar asnjë person, përveç që janë intervistuar në cilësi të dyshuarve në një procedurë të rregullt hetimore. Asnjëherë nuk janë ndaluar përveç se janë intervistuar në cilësi të dyshuarve në një procedurë të rregullt hetimore. Sipas kryeprokurorit Gashi, hetimet po vazhdojnë. Sipas burimeve të televizionit, 4 persona janë intervistuar nga prokuroria, FM, VV, EG dhe SM. Rasti lidhet me dyshime për parregullsi në procesin e licencimit të autoshkollave, një fushë që është nën përgjegjësinë e Ministrisë së Infrastrukturës.